Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj situatës së përmbytjeve në vend, duke akuzuar qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për, sipas tij, indiferencë dhe tallje cinike përballë një situate që kërcënon jetën dhe pronën e mijëra qytetarëve. Në një deklaratë publike, Berisha theksoi se 10 mijëra qytetar kanë banesat dhe bizneset e përmbytura, ndërsa jeta e tyre është në rrezik të drejtpërdrejtë. Sipas tij, qeveria jo vetëm që nuk ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e cila do të detyronte mobilizimin e të gjitha burimeve shtetërore për ndihmë dhe shpëtim, por po tenton të shmangë përgjegjësinë përmes deklaratave ironike. Duke u ndalur te situata në Durrës, Berisha pranoi se rreshtet e dendura janë shkaku kryesor i përmbytjeve, por theksoi se situata është përkeqësuar nga gjendja katastrofike e kanalizimeve dhe mos funksionimi i hidrovorëve. Ai përmendi konkretisht hidrovorin e Porto Romanos, ku disa porta nuk funksionojnë, si dhe hidrovorin e Hamallajt, i cili sipas tij ka pompat e djegura. Po ashtu Berisha deklaroi se kanalizimet janë të bllokuara nga ndërtime ose mungesa e pastrimit. Një situatë veçanërisht shqetësuese sipas kreut të Partisë Demokratike paraqitet në zonën e Novoselës, ku dhe Bashkia e Vlorës ka kërkuar evakuimin e banorëve. Ai u bëri thirrje qytetarëve të evakuohen sa më shpejt, duke paralajmëruar për rrezikun e shtuar nga rrjetet e lumit vjosa, të cilat e cilësoi si të parashikueshëm dhe shumë të rrezikshëm në periudha rreshjesh intensive. Berisha përmendi gjithashtu përmbytjet e shkaktuara në lumi i Drojës, i cili ndonse nuk është normale, është një prrua gjatë shtrëngatave kthehet në një lum të rrëmbyeshëm, duke çarë argjinaturat. Mira banesa, 10 mijëra qytetarë kanë shtëpitë e tyre të përmbytura, kanë bizneset e tyre të përmbytura, kanë jetën e tyre të kërcënuar. Qeveria, narkoqeveria, jo vetëm që nuk vendos gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e cila detyron ta shtuquajturin shtet të mobilizojë të gjitha burimet për të ndihmuar, për të shpëtuar, për të nxjerrë nga rreziku banorët e zonave të kërcënuara, të përmbytura, por shondje një tallje cinike në cilën pretendon se opozita po e akuzon për përmbytjet në Greqi dhe në Itali, një fantazi e smure, një fantazisti të sfazuar. Njeriu i cili tani po përjeton në të merri çdo natë për shkak të krimeve që janë të tij të bëra evidente. Po unë prap do ndalem edhe njërë tek zonat e përmbytura. Durrësi është përmbytur pa diskutim se rreshjet e mëdha janë shkaku themelor, por ajo që e favorizoi në mënyrë të jashtëzakonshme, të paprecedent, është gjendja katastrofale e kanalizimeve dhe funksionimit të hidrovorëve, ati të Porto Romanos dhe ati të Shkallnurit. Më falni, jo të Shkallnurit, por të zonës sipër bishtit të Pallës, e cila mbron të gjitha atë ulësirë. Pra, këto dy hidrovorë, i pari ka disa porta që nuk i funksionojnë, të paktën gjysmë e portave të Porto Romanos nuk funksionojnë, nuk evakuojnë, kurse hidrovori i Hamallës i ka pompat e djegura. Përveç kësaj, kanalizimet janë bllokuar me ndërtime të tjera ose nuk janë pastruar. Pra, në këtë situatë, gjithçka favorizon ujin për të përmbytur qytetarët, shtëpitë, bizneset e tyre. Situatë dramatike, tepër kërcënuese është
në zonën e Novosels, na edhe Bashkia e Vlorës ka kërkuar evakuimin. Ju bëj thirrje banorëve të evakuohen sa më shpejt, sa më parë me të gjitha mundësitë e tyre, sepse lumi Vjosa është një lum me rrezikshmëri të pakrahasueshme me asnjë nga lumejt tjerë të vendit në befasinë e prurjeve të tij. Lumejt të tjerë kanë dalë dhe përmbyt zona siç është lumi i Drojës, që në fakt, në realitet, është më shumë një prua se sa një lum, por gjatë shtrëngatave të mëdha bëhet një lum i rrëmbyeshëm dhe ka ça argjinaturat ka përmbyt zona të tjera. Në asnjë vend, qeveria, përfaqësues të narkoqeverisë nuk gjenden përveç se ministri i drejtësisë që kishte shkuar në burg dhe vesh kombinoshët e burgut për të futur në burg për të dëshmuar se qeveria e tij është një qeveri e mbytur komplet. Para kësaj situate, dënoj me forcën më të madhe këtë indiferencë çnjerëzore, mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, gjendje e cila ka tejkaluar, plotëson në këto rrethe të gjitha kriteret për të shpallur. Por kjo mos shpallje vjen për shkak se nuk duan t'i kompensojnë qytetarët për humbjet e tyre, sepse shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore detyron qeverinë të kompensoj të gjitha dëmtimet e krijuara nga fatkeqësia. Këtu qëndron fakti që qeveria, narkoqeveria dhe Edi Rama sodisin. E vërteta është që Edi Rama është i tmerruar nga dosja e tij. Në çdo rrjesh të dosjes Balluku, Edi Rama lexon emrin e tij. Në çdo rrjesh të aeroportit të Vlorës, tunelit Llogaras, Unazës së Madhe dhe tendrave të tjerë, de facto prapa lubis është Edi Rama.